Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës së podcastit Arena e Juve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Bardh pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, mos të harrojmë të përmendim sponsorin tan Exfis, kompania e mirënjohur e derivateve, ndërsa me neve është ish trajneri i mirënjohur i basketbollit, tani më ushtrues detyre i Agjencisë për Sport në Ministrinë e Sportit, Fidan Shatri. Fidan, mirë se vjen te Arena e Juve. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën, po mendoj ambient simpatik, edhe po besoj që kemi çka me diskutu bashkë më dal për ditëshmërisë pak kështu. Faleminderit edhe ty. Fidan, e kishim nis me fillet e tua të para të karrierës. A mundesh më na tregu çysh ka nis rrugtimi yt në basketboll edhe ata hopat e parë në trening? Kom, si ta në realisht, në moshën pak ma të re, në kushtet cilat, po mendoj kemi pas nga dhe vendi nga Isogu, kemi qenë pjesë e klubit në atë kohë në ligë të parë, dhe një kohë pas që klubi ka fillu më organizu shumë vonë, edhe pas një kohë realisht 2 vite, masanej studimit dhe basketbollin aktiv për shkak të angazhime me studime, kemi përfundu dhe pas një kohë kemi pas një ofertë realisht në shkollën e basketbollit Prishtina Pro Basket, ku pa telefonon Fikreti, atëherë ka qenë ndimës në Sigal Prishtinë, tha që ai e interesuar qështu me ju bashkangjit, aty ka qenë një trajner Maqedon, i cili po mendoj realisht ku mësu shumë prej tij, që ka qenë puna fokusu të gjeneratat e reja, dhe normal që baza edhe me u përshtat çka ka mujt edhe me kontribu, po të njëjtën kohë edhe me marr informata nga përvoja e tij si trener, dhe po mendoj që aty dikon në vitin, nëse s'gaboj shumë, 2007-2008 aty dikon, dhe aty kam qenë pjesë dikon rreth 4 vite. Ku shumë gjenerata po mendoj kanë disa kanë qenë pastaj aktiv, po të paktën interesim në atë kohë ka qenë interesim ma shumë i trive se sa sot po mendoj, dhe e mira ka qenë që shumë gjenerata kanë qenë aty, e jo ndoshta rrugëve, po jenë marrë me aktivitet sportit, nëse diçka s'kanë bon, jenë eduku që ndoshta me shku rrugëve pak ma të mira se sa rrugë. Të këqia shumë djemë edhe vajza, se ka njëherë s'po je edhe s'po një, po me të tregoj që unë jam kon pjesë që asaj në shkollën e basketbollit. Fidan, pas hopave të parë që i përmeni me Pro Basket edhe në vendlindje, vitin 2010 je bo pjesë e ekipit femrave të Prishtinës. Qysh e kujton atë kohë këto fillimet e para si trajneri ekipit parë, edhe sa u ku ndryshe për dallim prej tash, pasi që ke qenë relativisht i ri për me marrë drejtimin e një skuadre? Situatat cilat ka qenë klubi në atë kohë, ka qenë një situatë e cila pas universitetit masanej është shëndru në klubin e basketbollit femra Prishtina, ka qenë një bashkimi me klubin e meshkuve në atë kohë, ku përgjegjëse ka qenë Elvira Dushku, që tash është sekretare në federatën e basketbollit, dhe ajo më ka ofruar që të jem pjesë e klubit të femrave. Realisht është dallimi i madh mes atëherë dhe sot, për shkak që jemi në 2 situata të ndryshme. Fillimisht fokusi që ka qenë për sportin e femrave, në përgjithësi në veçantë basketbollin, dhe kushtet e punës, kushtet financiare, dhe ka qenë relativisht vështirë me punu, pasi që
nuk është që ke përfitu diçka përveç që ke shërby diçka. Ka qenë ndoshta në atë kohë motiv më i madh nga vetë sportistët, basketbollistët që të merren me basketboll në krahasim me sot që gjo që edhe e kuptoj tash situatën e sotshit me situatën e të kalume, për shkak që ndoshta sot standardi i jetës ka ndryshuar shumë në krahasim me po flasim afërsisht gati 10 vite ma shumë. 15 vite. 15 vite. Dhe normal që dëshira atër entuziazi, ndoshta edhe për shkak të basketbollit në përgjithësi në vendin tonë që ka qenë zhvilluar dhe shumë interesim, dhe i ka marrë ndoshta ajo dëshirë, ka qenë grup, po me grupi mirë i lejtarëve, të cilat shumica prej tyre sot janë edhe disa në federal basketbollit, disa në punë të tjera që lidhen me sportin, po me ajo më kënaq ndoshta kur i shen që nuk janë larg sportit. Por situatë është situatë si dita me natë, nëse më thonë që shtu, krahasim atëherë, pasi që dash me lëng apo dhe në keq, krejt keq, po realisht ndoshta edhe ajo dëshira dhe jamja personale që normal që ku të mersh një ekip me udhëheq pas përvojë e re, vet i ri në atë kohë, edhe më ka ndihmu normal, më ka shty ndoshta me u pjek shumë ma herët për shkak që përgjegjësia ka qenë më e madhe, pavarësisht situatës, çdo punë e cila bëhet normal që të paktën me dhonat 100% në kushtet cilat jemi. Por ka ndryshu. Vit pas viti ka ndryshu, normal që ligji për sponsorizimin pasaj ka ndiku, qasja federatës basketbollit ndaj basketbollit femrave ka ndryshu shumë në krahasim me atë kohë, dhe po mendoj që basketbolli femrave në përgjithësi ka avancu, ndoshta jo shumë hapa të mëdhej, por në kuptimin e qasjes edhe kuptimin e mbështetjes në gjitha aspektet. Por normal, koha prej kohës ndryshon edhe dallon, po jam i kënaqur kur shumicën prej vajzave sot i shoh nëpër aktivitete ndryshme sportive. Na përmendëm që je bashku Prishtinës me një moshë 3, edhe pak a shumë i përmendëm edhe dallimet, vështirësi që i kanë pas klubet atëherë në organizim, po kjo nuk ta pengu që me qenë i suksesshëm te Prishtina, pasi tash e dim që ke fitu shumë titoj. Kisha dosh me ditë cili sukses është për ty më i rëndësishëm që e kishe veçu gjatë asaj kohe. Po mendoj dhe gjithë cili sukses cilin e kem pas, e ka veçantinë e vet. Ndoshta pjesëmarrja në vitin 2019 në Eurocup, jo nga ona rezultate, po vetë pjesëmarrja në kompeticion, cili edhe është niveli i dytë më i lartë në Evropian i basketbollit të femrave, ndoshta ajo ka qenë diqysh kur e ndron me prek arenën ndërkombëtare, edhe ajo ka qenë ndoshta që kujtimin më i mirë, edhe pse jo nga ona rezultatit sportiv, por nga ona që e ke pa edhe veten, edhe e ke pa basketbollin përgjithësi që ku gjindet. Fatkeqësisht ndoshta na ka rarë në atë kohë grup shumë i vështirë, pasi që e kem pas 2 ekipe nga Rusia dhe Beshiktashin e Turqisë në grup, e Spartaku i Moskës ka qenë ekip i cili ka qenë paraprakisht edhe fituesi i Euroligës, dhe te femrat edhe e ke pa edhe organizimi që organizohet një klub shumë profesional, edhe në diskutimet që kem pas në atë kohë me menaxherin e Spartakut, një ndër pyetjet ka qenë sa është buxheti i klubit juaj. Edhe kur i kemi thonë që dikon rreth 30.000 euro, na u ka kthy që jeni të bëj gara, që është kjo farpunë. A vjetor ka qenë 30.000, Po në atë kohë kur kemi marrë pjesë në Eurocup, po, që të dikon. Edhe do më thonë që ai falke për miliona, na falshim për mirë. Edhe dhe që po merr. Ta kanë pas garant lejtare që i ka pas pagën vjetorin. Çfarë shifre? Paraprakisht e kanë pas Diana Taurasin, e kanë pas në ekipin e tyre. Do tash po flasim për lejtarët nivelit të Euroligës, nivelit më të lartë. Edhe ajo ka qenë ndoshta
një kujtim cilin mbetet kështu që edhe dëshirë personale edhe dëshirë ndërsa me pa ku jemi edhe me prek arenën ndërkombëtare. Normal, anën tjetër gjithë cili titull, gjithë cili sukses e ka vlerën e vet. Normal, titulli i parë në karrierë edhe ai nuk është që harrohet, po çka është e rëndësishme për mua, ndërsa për te suksesit nivelit kombëtar, çdo herë ka qenë për mua që lojtarët e reja zhvillohen edhe të promovohen, që kjo më ka bo çdo herë me undi mirë prej atëherë deri në momentet e fundit, pasi që me mundu që çdo vit me pas lojtarët të reja në moshë, për shkak edhe situatës basketbollit dhe nivelit, që të paktën të zhvillohet në lojtarë edhe testë përpara dhe të shihet edhe puna e ekipit cilën e kemi bo, po edhe të arrijet diçka me lojtarët e reja. Fidan, ju në qatë ku keni arrit me fitu edhe ligën unike të femnave për herë të parë. Sa i madh u kon ai moment për klubin, po edhe për basketbollin kosovar? Liga unike, po mendoj ka qenë hapi ndoshta më i mirë i Federatës basketbollit për basketbollin e femnave, për shkak që fillimisht me dal pak prej nivelit të ligës vendore edhe nivelit vendit edhe me kalu në një hap tutje, edhe normal që ka qenë edhe për gjithë ajo monotonia me kalu pak, për shkak që mos më lyj çdo vit gjithë me kundërshtar të njëjtë, dhe po mendoj që ka qenë edhe organizim nga klubi i Final Fourit në atë vit, vitin e parë, edhe ka qenë konkurenca ka qenë shumë më e fortë. Edhe e kemi pas, më kujtohet që ndeshin gjysmë finale me flamurtarin e Vlorës, edhe imi kanë të hub dikun deri ka fundi, edhe e kemi kthy rezultatin, edhe normal që ka qenë emocion i veçantë, edhe normal kur një titull e fiton për te ligës Kosovës, normal që të bën me undi mirë edhe punën cilën e ke bo të shihet pak në atë konkurrencë e cila ka qenë. Më bën të lumtur. Titulli i parë ligës unike, kam qenë i lumtur për atë titull. Fidan, krejt këto suksese normalisht që nuk vinë rastësisht, edhe tash na e dim se si trajner njihesh përveç rezultateve, si një trajner që i ke kushtuar rëndësi të madhe gjatë karrierës tonë, statistikave edhe analizës, qoftë ekipit cilin e ke udhëheq, po edhe kundërshtarit. Sa mendon që kanë pikërisht këto statistika rëndësi në basketbollin modern? Çështja statistika më lidhet në dy drejtime. E para, drejtim statistikat e cilit e kemi edhe sot, për herë të parë programin, nëse zgaboj vitin, në 2013, kemi qenë bashkë me Arben Krasniqin, trajnerin e Prishtinës atë kohë, edhe gjatë bashkë bisedimit, normal, tash të fol për basketboll, edhe nuk ka qenë diçka në basketbollin tonë që ka pas statistika në ndeshje, përveç statistika manuale në i klub që i ka mojt vetë. Dhe në 2013 një lojë, nëse zgaboj Prishtina Peja, ka qenë për herë të parë që janë mojt statistikat online për në kuadër të ndeshjes në basketbollin Kosovës përgjithësi. Edhe normal masanej, normal që statistikat ndoshta nga njerë kini lloj pasqyre të cilat çka po ndodh dhe kontributin e secilës lojtare në kuadër të ndeshjes. Dhe jo çdo herë janë të pasqyruara që të japin ndonjë feedback pozitiv, po e kini gjendje reale brenda një loje çka ka ndodhur, dhe normal që edhe kundërshtarëve e kini pasqyrë se cila lojtare dominon në një ndeshje, dhe kini farlloj pasqyrë që ku mundesh me u përgatit për një lloj ndeshje, cila lojtare rrezikon më shumë, cila rrezikon më pak. Dhe në këtë drejtim, jo vetëm na, po në këtë basketbollin tash kanë avancuar shumë për shkak të teknologjisë, po në kohë të ndryshme është ajo pasqyra e rrjedhojës e lojës, e cila sidomos kontributi secilit
lojtarë, po edhe anës tjetër analizë për ekipin kundërshtar. Normal që janë të domosdoshme, sidomos në basketbollin modern sot, që përveç statistikave që shihen, ka edhe statistika individuale për secilin lojtar, analiza individuale për secilin lojtar. Fidan, gjasoj kohë ke punu edhe me gjeneratat U18 edhe U20 të përfaqësuesës Kosovës. Sa kun krenarime kon pjesë drejtuese një ekipi përfaqësues? Kombëtarja për mu edhe përfaqësimi i vendit është përveç nder, është edhe obligim, sidomos në fushën cilin je me përfaqësu vendin. Realisht kam qenë trajner i gjitha gjeneratave, ka qenë edhe U16 ku për herë të parë pas pranimit në FIBA kemi marrë pjesë në Andorra me gjeneratën U16. Nuk pe di vitin sakt, po e di që ka qenë hera e parë pas pranimit të Kosovës në FIBA dhe ka qenë ndjenja ma e madhe cila po m'jepet mundësia me përfaqësu shtetin edhe vendin tem në një organizim tillë. Edhe kur shkon dikun edhe nuk e din çka ka më të prit, edhe normal që është edhe përgjegjësi ma e madhe për shkak që e ki një farë obligime dhe përgjegjësie që me u paraqit sa ma mirë. Edhe kemi pas fatin që jemi paraqit mirë në atë vit, jo me ndonjë sukses të madh, po kemi qenë pjesë e gjysmëfinales. Edhe e di, më kujtohet që ka qenë një lloj diçka problem Turqi, pa të bëu një farë puçi nëse zgabojnë atë kohë, edhe di që fluturimiet na kanë anulu përmes Stambollit, edhe masanej mrena note, disa lojtarë kanë ardhur një 4-5 orë para se me fillu loja, disa kemi shku ma heret, edhe vështirësi tilla, edhe ndeshjen e parë e kemi pas me Anglinë diçka, edhe e di që kemi pa fitu shumë gusht 2 ose 3 diferencë nëse s'po gaboj, edhe ai entuziazmi që loja e parë, edhe problemeve që i patëm rrugës, po ka qenë momenti që më kujtohet edhe më kalon kështu mbresa të mira për te e gjeneratave tjera që kanë qenë qysh edhe te përmene U18 edhe U20, ndoshta tjetra që është e rëndësishme ka qenë organizimi në Kosovë me gjeneratën U20, edhe normal që me gjenerata të reja e shën edhe nivelin e basketbollit ku gjindesh, edhe punën e krejt trajnerave ose krejt komunitetit basketbollit se ku jemi. Edhe ndoshta që kjo është pasqyra që duhet me u kthy mbrapa dhe me analizu se cili prej neve punën cilin jem të e bo me gjenerata të reja dhe ku përna qënë kjo, për shkak që ndoshta fillimet, masi që jemi pranu në për federata ndërkombëtare në këtë rast edhe basketbolli, nuk i kemi di që ku jemi, po gjatë rrugës, po menoj që ishim dashur edhe me mësu diçka që me u kthy mbrapa dhe me shtru pak më ndryshe edhe strategjin për zhvillim të basketbollit në përgjithësi edhe për punë individuale të secilit klub, pasi që ka njerë kur e kritikojnë federatën, normal që edhe ajo i ka përgjithësitë e veta, po kombëtarja ose përfaqësuesja që shisojmë na, mendoj që është më shumë pasqyrë e punëve në klubet cilat bëhen. Për shkak që lojtarë 12 muaj punojnë, nëse punojnë 12 muaj në çato klube, edhe një grumbullim i përbashkët në disa ditorë në kohë shkurt, edhe e shën masanej gjendjen në cilin jemi. Po menoj nga fillimi pas pranimit në FIBA deri me tani, sa i përket ndoshta këtyne gjeneratave të reja, përveç rezultateve vitin e kaluar, para 2 vite nëse s'gaboj, me U20 të moshkujt, që ka qenë në 8 më të mirat, nuk është që kemi pas ndonjë rezultat, po menoj me gjenerata të reja, dhe kjo ka një herë din të qenë me kuptu që jo bashkëmirë pa punojmë, dhe duhet me ndryshu diçka për me bo punën ma mirë. Unë i shoh edhe kritika cilat bëhen për shkak infrastrukturës,
që është edhe ajo është një ndër faktorët, po mendoj që duhet të punohet në situatën cilën gjendesh. Kushtet cilët gjendemi, pasi që nëse veç ankohemi, kam na shku vishtuan. Normal. Fidan, nëse i marrim parasysh rrethonat e kohës, sfidat edhe kushtet që kanë atëherë, sa ka qenë e vështirë mu ndërtu kombëtarja e femrave të Kosovës në basketbol? Kombëtarja e femrave basketbol për herë të parë ndoshta pak përvoja për gjeneratave të reja, cilën e kom kalu në për aktivitetet ndryshme, organizime ndryshme, ma ka letu pak punën. Po kur flasim për nivelin më të lartë basketbollit, përfaqësuesen A, atëherë është normal që është edhe shumë më shumë përgjegjësi, për shkak që krejt syt janë aty. Edhe vitin e parë kur kemi marrë pjesë në viti 2021, se s'gaboj, ka qenë organizim edhe mbështetje maksimale edhe prej federatës, ka qenë Granit Rugova offer, menaxher po titullin offer përfaqësues femrave, dhe kemi qenë gjithë për bashkum që me ecë përpara, dhe po mendoj që normal që është vështirë me ndërtu, sidomos për herë të parë, nivelin e basketbollit cilin e kemi, të mangët, dhe ka qenë ndoshta puna në qatë kohë ka bo që jemi mundu me u organizu sa më mirë, po definitivisht kur të merr pjesë për herë të parë, edhe nuk i din çka ka më të pritet, thash edhe më herët, e sidomos me përfaqësuesen ka qenë e vështirë për shkak që si kemi njoft kundërshtarët, si kemi njoft nivelin e tyne, edhe normal që s'din çka të pret, edhe është një farë lloj përgjegjësie ku gjë mëdha. Një për emra më të njohur që e keni afruar në kombëtare kon Alexis Tollefri, që më pas pati karrierë edhe në Evropë. Çysh erdhi ideja me naturalizu këtë basketbolliste? Me Tollefrin, ajo ka qenë e draftuar për Women NBA. Edhe ka qenë një ndër lojtarët kryesore e Arkansas. Ka qenë lojtare kryesore. Edhe me menaxherin e saj kur kemi bisedu, fillimisht ka qenë diskutimi që me marr, ajo ka lidhur për Prishtinën në atë kohë, paraprakisht, edhe gjatë komunikimit me menaxherin e saj që me ardhur në Prishtinë, ja kom shtu diskutimin që me ardhë dhe përfaqësuese. Ndoshta niveli i saj nuk ka qenë ndoshta edhe niveli që me bëu diferencën shumë të madhe në krahasim me çka kemi kërkuar na, po ka qenë lojtare e cila e para ka qenë profesioniste, dhe e dyta ka qenë lojtare e cila ka qenë lojtare detyrat të cilat ja ke dhënë, domthonë i ka kryer me seriozitetin më të madh. Edhe në drejtim përfaqësues masanej, normal që edhe u mësu, u ambientu me nivelin e lojtarëve të cilat i kemi pas, po unë po besoj që na kanë ndihmu gjatë rrugtimit që kemi pas me përfaqësuesen. Fidan, prej atyre viteve që e ke drejtu Prishtinën, a ka ndonjë basketbolliste që ti tash e kishe veçu që e ka bo dallimin ndoshta në ekip? E që ka qenë më e rëndësishme për ty? Ndoshta lojtarët cilat unë çdo kam qenë i kom pri që lojtarët, edhe pse kem pas lojtarë të huaja në ekip, barrën mi dhon lojtarëve vendore, për shkak që kemi pas këtu prapë. Edhe kom insistu shumë që çdo herë me pas lojtarë të reja, që të thash edhe më herët, ku kemi filluar në çat kohë kur e kemi marrë Enisa Kamerollin, e cila ka qenë 12 vjeçare, edhe e cila po mendoj i kemi dhënë mundësinë që me kon pjesë e ekipës. Pa më herët ka qenë lojtare e re edhe Besiana Martina, e cila paraprakisht para Enisës, që kon lojtare e re që kemi dhënë mundësi. Masanej vit pas viti, kohëve të fundit, Malvina Aziri, Gjerta Hoti,
domethënë jemi mundu fokusin me qenë të lejtarët më dhon mundësi, lejtarët e reja, për shkak situatës edhe me i shty përpara. Për mu, gjitha lejtarët jë mundu që me qenë barabarta, për shkak që kur punosh ekip, kur t'jesh ekip, edhe suksesi nuk mungon. Nërsa mundet me ka njerë situata prej situatës, koha prej kohës, me konë një lejtare ma e fokusumë, ose me mbështet ma shumë, ose ma pak, po ka qenë situatë cilën është analizu në qatë moment, cilën kemi qenë. Po, realisht, gjitha lejtarët vendore sidomos, edhe lejtarët e reja, jemi mundu edhe mundu me i shty përpara. Fidan, gjatë soj kohë, pa ke bos naj trajner kundërshtor ma të papërshtatshmin që ke llogarit, që ke bos duelin edhe ti pak me ta me thonë, e kom duel që do na me fitu, se zakonisht veç me këta po si probleme. Ndoshta prej kohëve ma herët ekipe që ka qenë sidomos konkurruese ka qenë Penza, në atë kohë ka qenë Fabian Gjuka, në kohë ma herët, për flasin vite ma herët, ku ka qenë konkurencë vetëm me të, dhe viteve të fundit, marrja e trajnerëve të huaj, prurja e trajnerëve të huaj, normal që masanej dëshira është me fitu një trajner të huaj. Edhe ndoshta jo problem që ose vështërsi që më kanë nxjerrë ndonjë trajner në sukseset kur i kemi pas, për shkak që shumë herë kemi qyrë punën tonë, edhe jemi përgatit me punën tonë me i kundërvy ekipit kundërshtar, po trajnerët e huaj ka qenë një moment para 3 vite, 4 viteve, se vitet po ecin me PN03, kur e patën një trajner turk, edhe kanë qenë ekip shumë ma i mirë se na, në letër, edhe në ndeshjen e parë i kemi fitu 20 diferencë, edhe mas asaj ndeshje kanë shkarku. Edhe ndoshta që kjo ka qenë ajo, mos thëm lufta, po ajo dëshira që këta trajnerët e huaj që të vinë, kem pas shumë trajnerët të huaj që kemi fitu, për shkak që prej kaveshin, nivelit, apo dem, kështu që ajo ka qenë ndoshta sfida personale që mi kundërvy një trajnerit huaj. Fidana, është pikrisht kjo skuadër peja rivali më i madh i Prishtinës basketbollin e femrave, apo e kishe veçu ndonjë skuadër tjetër gjatë asaj kohe? Peja dhe Bashkimi. Peja në kohën viteve më herët, Penza realisht, në viteve më herët, dhe Bashkimi në vitet e fundit, po ndoshta edhe organizimi i klubeve, Dorën Zemër Bashkimi është klub i organizuar viteve të fundit, po ndoshta edhe buxheti, edhe viteve të fundit ky naturalizimi i lojtarës, po në 2 vitet e fundit e ka bërë vetën, po i kisha nda këto Penzën edhe Bashkimin ndër vite, po kur ki konkurencë ma shumë, është ma e mirë për basketbollin. Për shkak që lojtarët zhvillohen. Edhe në ekip, nëse nuk ki konkurencë brenda ekipes, është probleme po cila po qalon edhe cila po zhvillohet. Kështu që konsideroj periudhat e ndame mes Penzës dhe Bashkimit. Fidana, ka naj lojtare që ke pas qef me pas së skuadër, po s'ka arrit me transferu asnjëherë? Lojtare vendore, dëshira më e madhe mas vështirë e konë me po që kemi marrë, nuk është se kemi marrë, po pe tregoj si rast, Malvina Azirin, kur ka qenë Turqi, edhe ka orë pe Turqi, edhe ka qenë vështirë me vendos, apo dërë mes pejes, ka pas ofertat kohë dhe Prishtinës. Edhe ajo ka qenë ndoshta më e vështira që kemi arrit për me binë që marrë në Prishtinë, e që në fund në ka falendëru shumë, që e ka zgjedhë Prishtinën, për shkak që edhe ka pas barën, në moshën shumë të re, edhe ka pas hapësiren, po edhe ka punu shumë, edhe kemi punu shumë, edhe ka qenë momenti më i vështirë ndoshta kur kemi arrit me bini lejtarë. Lejtarët e tjera që ndoshta për lejtarët vendore, gjitha lejtarët, sidomos që janë kryesore, kanë qenë në Prishtinë, edhe
një që më vjen mirë, një lojtare cila e patlon basketbolin, Aurora Mohadrin, edhe e kemi marrë në Prishtinë, edhe do më thonë, e kalon një vit nëse s'gaboj ka pauzu, e kemi marrë në Prishtinë, ka qenë dëshirë, pasi që është karakter shumë i mirë, edhe sot luan hala basketbol. Ka si ndoshta me gjeneratën e saj përveç 2-3 lojtarëve tjera, po që 2 momente me Malvinën edhe me Aulonën, kanë qenë momente të cilat me Aulonën vjen mirë që vazhdon edhe është e ringjallë në basketbol, edhe Malvina vjen mirë që sot bën karrierë në Amerikë, edhe ka qenë një lojtare e re, edhe është talenti më i madh bashkë me Getën cilën e kemi, edhe që unë besoj që edhe do t'ju hinë punë përfaqësuesit tonë këtë vit, me ato që kanë mujtë ato bagazhe që kanë fitu gjatë këtyne kohëve. Fidan, tash sot je ushtrues detyre në pozitën e drejtorit ekzekutiv në Agjencinë për Sport. A na tregon çysh ka ndodhur ky kalimi prej basketbollit me u marrë me çështje më shumë administrative, sportive? Përgjegjësia institucionale për me shërby vendit është, me thonë, i zhdash me konë përgjegjësia gjitha cilit që punojnë në për institucione. Edhe të e pa, ndoshta përës afër me basketbolin ose sportin përgjithësi, pasi që edhe ndoshta puna si zyrtar në ministri, situatat cilin kemi qenë edhe ligji i ri i sportit që ka ndryshu formatin edhe që është themelu agjencia, të e pa një kontribut tjetër me dhonë nga institucioni për sportin. Dhe kjo ndoshta më ka bo me mendu që çka më i më dhonë, a më i më dhonë diçka, fillimisht kom fol me veten, edhe a më i me kontribu diçka që me ndryshu o me ndihmu sportin në përgjithësi. Edhe sidomos ndoshta të e pa sportin e femrave, cili është kogja i lënën anash në krahasim me mashkuj, që me bo një rregullim ndoshta në përgjithësi sportit, edhe kjo ka qenë ndoshta ajo edhe dëshira, po më shumë përgjithësi se punë. Jo si pozitë që është e punës, po përgjithësi për me i shërby vendit edhe sportit. Fidan, sa e ka ndihmu sportin ligji për sponsorizim deri tash, apo vrejan efektet te klubët ose te nivelin përgjithësi? Ligji i sponsorizimit në bazë të konvertimit tem i ka dy periudha të ndame. Ligji kur është themelu kur është po mënoj miratu, edhe ligji cilin e kemi është tani po situatë tjetër. Normal që është ligji më i mirë cilin e kemi, sidomos për sportin, edhe e ka ndihmu shumë sportin, sidomos nga viti 2018 kur është him fuqi, edhe situatat cilat kanë ndryshu, normal që është bo avancimi i sportit, edhe ligji ka mbeti 2018-s. Edhe unë konsideroj nga përshtypja jame që ligji është i mirë, apo përdoret mirë, edhe a ka nevojë me ndryshu. Edhe unë menoj që të parën është okej, që është i mirë, po të dy tjerat, unë menoj që duhet me pas ndryshime në ligj, e para me u dallu sporti prej sportit, e dyta me bu një fallë kategorizimi, edhe e treta me bu destinimi mjetër. Me i pa disa standarde të cilat nuk të lojnë ty si individ me bo që ka dush me parën e shtetit. Se në fund ditës kjo është parë e shtetit, po është një rrugë tjetër e cila përfundon të sporti. Edhe paraja publike, bazë konvertrimit tem, duhet me konë edhe pak i ndjeshëm kur të kish me parën publike, për shkak që ata fëmijët tonë presin për shtetit, me i mbështet. Edhe që kjo rruga që i dërgon deri te financat, klubet, organizatat sportive, mendoj që këtu po qalojnë pak për shkak që jo çdo herë investohet te gjeneratat e reja, jo çdo herë
përfundojnë mjetet të sportistat, po kjo liria e të vendosjes me vendos pagën stafit administrativ sa dushti, nuk është bazë konvershimit tem, nuk është bashkë e hishme. Se unë mendoj që paga duhet me ka një farë lloj standardi, edhe çdo standardi mendoj që duhet me qenë e që s'janë. Ne jemi mundu vazhdimisht ko pas kohe, po kur nuk janë të rregulluar në mënyrën ligjore, masanej nuk ka edhe mundësi dhe hapësira që me vu standard. Po them duhet me u ndryshu, me u kategorizu sporti, me u nda sporti ekipor për ati individual, nuk mundet me përfitu një sport ndoshta individual që organizimi po më në nivel hajde kombëtar, me një sport kolektiv nivel kombëtar, nuk është i barabartë, pasi që është këtë ndryshe. Edhe transparenca duhet me u rrit, sidomos nga përfitus nga organizatat sportive, edhe kur bën krejt qëto bashkë, mendoj që masanej edhe e shen edhe atë ndikimin e ligjit të sponsorizimit. Tashti këtu muhabetet sidomos basketball që pagat mëdhaja për lojtarët huaj, për trajnerat huaj, e që parët për dalin jashtë, edhe unë e konceptoj, edhe mendoj që duhet me pas një farë lloj një farë mesatarja apo minimumi që mund me pas mjetet e cilat duhet me shpenzu. Po është rasti i Prishtinës me duhet me ka një përqindje e cila përcakton që për totalit buxhetit, për shembull, po them 20-30% mund është me i shpenzu me lojtarët huaj, e tjerat duhet me u kthy me lojtar vendor, po çka unë e shoh që fokusi që nuk është fokusi do më thonë përfitimit për ligjit sponsorizimit që nuk shkon të gjeneratat e reja, po më nështë ka pas edhe raste të ndryshme që janë anku edhe prind të fëmijëve të vetë, që klubet për pajisje për marrin pare, e ndoshta ka ndodhur që është raportu që klubi ja ka ble. Apo kupton? Do më thonë nuk jemi fort po flas në përgjithësi, nuk jemi fort transparent, e mendoj që transparenca llogaridhonia duhet me u rrit, edhe ndërgjegjësimi edhe i prindve sidomos që janë me fëmijë që kanë të angazhuar në sport, duhet me u interesu kanjëherë që çaj klubi apo fiton mjete për sponsorizimit, pasi që na po paguajmë transportin vetë, po paguajmë pajisjet vetë, po paguajmë ato vetë, edhe po paguajmë shku një kamp atje vetë, edhe domethënë ndoshta kur të bëhemi ky bashkëpunim i përgjithshëm, edhe masanej ndikimi ka me qenë shumë më i madh. Barë veç mund të lidhës, me qenë se i përmenum edhe gjeneratat e reja, sponsori ju në Xfis zakonisht i destinon mjetet shumicën të gjeneratat e reja, po edhe të sportet ma pak të zhvillume. Që tu do shta mund të lidha, a është nështa edhe foj kompanive që insistojnë veç në klube të mëdhaja dhe në sportet zhvillume, a nështa ma shumë është veç i klubeve ose organizatave? Po menoj disa prej kompanive fokusohen te promovimi vetë kompanisë, e shohin si rrugë në i klub të madh që mund me pas feedback në kodet e promovimi që ati klubi me vetë sponsorin që i ka sponsorizu. Është të vërtit që Xfis, sponsori ju, cilën e përshëndesim, e shpërndon sponsorizimin edhe sidomos në klubet e cilat kanë gjeneratat reja, rasti dy korrikut, edhe në klubet e cilat janë ma pak zhvillume dhe edhe ti. Edhe klubeve të femra, kom pa viteve të fundit, që është politik e mirë për shkak që mos me fokusu vetëm të një klub, po me bo një lloj shpërndarje. Këtu e politikat e biznesit të cilat i bojnë për me sponsorizu një klub, po ndoshta që ato që përmena ma heret, kur ndryshohet ligji, ndoshta me pas edhe kufizime që jo me një sponsor me dhonë kushtimisht për thonë 500.000 euro ose 1 milion euro një klubit, edhe masanej mos me shpërndo të asë një klub, po këto janë diskutimit cilat në tardhmen, pasi që unë e konsideroj që na e kemi edhe sportin elitar, ma i linda kelme në gjupë, që kanë pas suksese elitare, edhe ndoshta një klub atje ka sponsor ose një sportistë ma shumë se shumë fish se ajo. Po më ne qëto janë diskutimet cilat
po besoj që një ditë do t'jemi këtë bashkë. Po, Edhe ju gazetarë, se normal. inputi ju është kogja i rëndësishëm në këtë ligj, pasi që ju jeni afër sportit çdo ditë edhe përvoja ju normal që na duhet. No. Fidan, a ka ndonjë klub që ka qenë rekordmen, themi kushtimisht, në aspektin që ka shfrytzuar maksimum ligjin për sponsorizim? Klubet cilat viteve të fundit kanë përfituar më shumë ti, normal që futbolli dhe basketbolli. Po. 2 vite e fundit është klubi i Yllit, që ka përfituar më shumë ti, për shkak ndoshta që edhe biznesi i cili është atje, Po. që është i suksesshëm, mirë që e mbështet vendin e vet. Po. Klube tjera, klubi i basketbollit Trepça, që unë mendoj që është bashkë me klubin e futbollit Drita, janë model të organizimit. Po. Në çdo aspekt, tamam më i thon klub profesional, cilë e kanë organizimin që ati llojit, nështë është edhe fati që aty janë edhe biznismen, po mënejnë klub, edhe nuk e shohin veç mbështetje, ndihmë për klubin e jo për fitim diçka. Janë 2 klubet të cilat janë më të organizuar, edhe unë shpeshherë kom thonë në diskutime me klubet që nuk është edhe marrë që me marrë shembull edhe klubet pavarësisht rival që i ki, po mënyrën e organizimit që funksionojnë. Janë çto klubet, ndoshta Prishtina futboll që përfiton edhe basketboll në njëjtën kohë, që janë klubet të cilat janë në shkallën më të lartë të përfitimit prej ligjit të sponsorizimit. E përmenëm pak që do me thonë ka diskutime dhe flitet më ndryshu diçka, po çka saktësisht ka më ndryshu të ligji sponsorizimit? Unë përmenoj që me ligjin e ri të sportit edhe ligji sponsorizimit, 2 ligje që sportin e kanë prioritet, mendoj që ndoshta mos harrojmë që ministria viteve të fundit mesatarja mbështetjes direkte për Ministrisë së Sportit për federatën këtë rast, pasi që i ka partner, dhe për mbështetje direkte për sportista, ka një mesatar për 12 milion euro ka qenë vit. Pa ligjin e sponsorizimit, plus kur e morëm edhe ligjin e sponsorizimit rreth 20 milion, do më thonë janë dikun rreth 30 milion, pak më shumë se 30 milion që përfiton sporti. Ndoshta nuk janë shumë, po nuk janë as pak. E unë mendoj që ka ardhur koha që kur shteti mbështet, do në edhe sukses. Në kohëve të fundit e ke pasur në për aktivitetë ndryshme evropiane botërore që kemi shumë pak rezultate. Hiç gjudon, vitin e kaluar ka ratë një rezultat, edhe aty këtu në sport, se s'pon kujtohen këtë mos hin hak me dikon, po mbështetja cila është bën nuk është një feedback që kemi marrë rezultate në këtë drejtim, ligji i sportit, po mendoj që ka hin fuqi rregullat e reja me agjencinë e sportit, po mendoj që do të ndryshojnë pak edhe do të kërkohet më shumë edhe transparencë, edhe llogaridhënie, edhe rezultat, pra këtë vit e kemi edhe një rregullor 3 për financim që hin në funksion këtë vit, që organizata sportive, federata sportive do t'i nënshtrohen, edhe që kërkohet pak më shumë rezultat në pikëzim, për shkak që buxheti ka qenë kërkesë vetë federata me ju rrit, është realizu, edhe po mendoj që ndoshta ka ardhur koha pak edhe me pas edhe llogaridhënie edhe transparencë me parën publike dhe normal edhe rezultat, pasi që unë mendoj që kur ki rezultat sikur judo, po mendoj që çdo mbështetje që i bëhet është e merituar, për shkak që i ka rezultate më të larta cilat arrijnë në nivel të sportit. Edhe ndoshta duhet merret shembull nga të tjerët, na drejton kukën e kemi tani më të mirë në botë, unë nuk e kam pas njerë tu e majt ose tu e ftu në sport individual që me majt një seminar ose një ligjërat, tani më të mirë në botë, që e kemi na. Do më thonë, nuk po thëmë ndoshta ashtu gjelozi, po nuk është që e vlerësojmë tonin. Edhe kur e kish tani në botë mbrana vendit tonë, është të paktën që atë përvojë cilën e ka pasaj me cila ka që rruga e tij e gjatë, se nuk është ad hoc ose sot për sot që është bo
ato rezultate, po është një rrugë shumë e gjatë, derisa ka ardhur te medalja e parë dhe medaljet e tjera. Pra, po e konsideroj që federatat ose organizata sportive nuk duhet më vetkënaqsh me këto që kanë, po duhet me e dhon, po menoj me ul edhe me po ku jemi me sportin përkatës. Ndoshta funksionimi përshtypjen kanë herë po mallojnë që me bo një event ose një organizim edhe me vetkënaqsh me çato e rrallë federata të cilat kanë strategji ose diskutohet ose flitet për një strategji ose afat mesme ose afat gjatë për zhvillimin e sportit përkatës, çdo cili sport përkatës. Pra, po mendoj që kështu duhet me ul se rezultatet nuk vijnë në natës, në dite, po duhet kohë, po për me dhon vetit me shtru rrugën, duhet me pas një diçka ka për të më shkryp, një synim. Që e synim bëhet me një lloj strategjie që e bën organizatës sonë, klubit dhe gjithë të cilit institucion sportiv. Kanadaja, për marrë një shembull, në 2001 e ka pas strategjin basketbol, ku kam arrit në 2020. Po plasim na për një 20 vjeçare. Edhe ndoshta Kanadaja zhvillimin basketbollit ka pas shumë të hapshëm, po e mora shembull për shkak që kur kish strategji, kur e orienton sportin, vyn kohë. E jo vetëm me organizu evente sa për me thonë që po organizojmë. Na dojna me orë të suksesi shpejt. Po. Me i thonë të na një projekt 20 vjeqarë, thuj lese kë ka po budal kë. Po, është vërtet, po nështë ta unë e mora shembull, po pakten periuda... Me funksionu duhet cikël olimpik, duhet me pas një strategji të cilën ka dën me orientu sportin, edhe ku ja vlen me investu, në cilin sportist, ose në cilin sportist, ose në cilin sport, ose në cilin klub, për shkak që rezultatet kombëtare po na mungojnë. Mund me pas rezultate individuale, po kur po bëhen bashkë si ekip, po na mungojnë. Po në përgjithësi. Fidan të e përmende mungesën e strategjisë si një faktor në sportin kosovar, a është pikërisht ky problemi më i madh i sportit tonë këtu në Kosovë, apo të themi kushtimisht edhe xhelozia në thojza e klubeve që më u morr si model ose si shembull një klub i suksesshëm se çu Lodhiqet, çu përmend edhe ti më herët. Politikat klubet, unë mendoj që i bojnë sezon për sezon, ad hoc. Unë të pakten për klubin nuk është që po në politikë publike ose në strategji publike të cilën ka dënë me shku, unë i përmana dy klubet drita dhe trepsha cilët funksionojnë nështë pak më ndryshe. Në aspektin e federatën, nështë federata futbollit, federata basketbollit, janë federata cilët kanë strategji, federata basketbollit në ka strategjin për 3x3 për shkak që është edhe sport olimpik, edhe për shkak që ndryja mesdhetare është edhe 3x3, dhe më thonë kanë punu në një strategji për sportin përkas. Unë e mendoj që faktorët e ndryshëm për mos zhvillim mund me pas. Mund me qenë infrastruktura që është domosdoshme, normale, po nëse na nuk i kemi gjitha të listuar me problematikat edhe me qëto problematika dhe pa problematika ku kemi me arrit për cikël olimpik, cikël afat mesëm, afat gjatë, është problem me punu edhe me zhvillu edhe me ndoshta rinia është e fokusume ka futbolli. Na si ministri kemi pasur një program sportin shkolla, edhe janë të sporte në atë program, edhe mu që kam kalon për shtypje, jo të mirë ndoshta që federatat, cilat janë të angazhume aty, basketbollit deri dikun, po federatat e tjera që të ngjarje që është zhvillu përmes sportin shkolla, e që aty është dashur me qenë fokusi, ndoshta nuk është edhe që janë konë ofertina, për shkak që nëse kemi talent, na që t'je kemi, të shkolla. Se kur i bëjmë 18 vjetë, masanej u kry talenti, sportet rralla. Fidan, të vim pak edhe të lojrat mesdhetare. Lojrat mesdhetare 2030 është konsiderohet projekti më i madh sportiv në histori të shtetit Kosovës. Cilat janë obligimet kryesore të shtetit për organizimin e tyre?
është e vërtetë që është ngjarja më e madhe sportive që do të organizohet në vendin tonë, edhe ngjarja më e vështirë që do të organizohet në vendin tonë. Është e pozitive që ligji për lojrat mesatare para 10 ditëve ka kalu, edhe po besoj që shumë shpejt do të delë dhe nga zyrtare që t'jeti plot fuqishëm, edhe në ligj janë të përcaktuar edhe obligimet e gjithë cilit institucion, Ministrisë, Komitetit Olimpik, Komunës Prishtinës si qytet mikpritës, edhe pas asaj konsolidimit në kuadër të ligjit e Këshillit Organizativ për Organizim të Lojrave Mesatare, mendoj që do të rritet edhe fokusi për organizim. Unë kam qenë pjesë e Këshillit Transitor për shkak që deri ligji s'ka qenë në fuqi, deri të jenë në fuqi ligji, edhe po mendoj që kemi bërë disa punë, po e presim edhe master planin që të përfundoj, që është angazhuar nga një kompani angleze me hartu, edhe master plani na tregon edhe masanej edhe fokusin edhe orientimin edhe për organizim, edhe për investime. Ministria e Sportit i ka, po mendoj, politikat për investime, pasi që libri i kandidimit kush apliku, edhe me disa projekte ka fillu me umor, kemi qendrën e studentëve, cilat do të jetë fshat mesatare, që do të renovohet, do të rindërtohet, kemi pallatin e Rinisë, po ashtu, do të 2 objektet ose 2 vendet më të rëndësishme që cilat do të jenë edhe atje të vendosur sportistat, po pallati i Rinisë, ngjarjet më të mëdha që do të zhvillohen aty. Po mendoj jemi në një rrugë ku kemi filluar, edhe po shpresoj që kjo rrugë të vazhdohet edhe të fuqizohet për investime nga ministria, edhe për organizim nga përbërja e cila do deli re në kuadër ligjit. Fidan, ti përmende tash krejt ato investimet që Kosovës realisht i duhen për me arrit me mbulu një ngjarje kaq të madhe, cilën na tash e kemi në dorë për me mbulu. Qysh është ecë ritmi i punës, pra i përgatitjeve në këtë aspekt? Ashtu bo punë mjaftueshëm, apo aktorët që janë përfshirë këtu do të më bë pak më shumë? Po besoj që ndoshta situata cila ka qenë, jemi mundu me fillu, po më janë bërë disa punë, janë orientu disa punë, edhe po besoj që Këshilli për Organizim të Lojrave Mesatare, që është kryesues në kuadër të ligjit, kryeministri e kryeson, do të jetë me i fuqishëm, po mendoj si pasi që kemi shumicën e institucioneve aty, edhe po besoj që do të punohet shumë më shumë. Fidan, edhe për fund edhe një pyetje që lidhet me lojrat mesatare. Çfarë përfitimesh konkrete i sjellin Kosovës këto lojra në sport, në ekonomi, në turizëm, në imazh ndërkombëtar? Fokusi i qeverisë ka qenë që të investohet në infrastrukturë e cila do të jetë trashëgimi pas lojrave mesatare. Përfitimi më i madh do të jetë zhvillimi i infrastrukturës sportive në përgjithësi. Normal që shteti do shpenzoj shumë deri në atë kohë, po pastaj me zhvillimin e infrastrukturës pas lojrave mesatare, kjo infrastrukturë të jetë trashëgimi për sportin tonë, dhe të jepet hapësirë dhe rrugë për organizimet e tjera, të cilat do të sjellin fitimet e mëdha, po mendoj të kthehet ai investimi pas lojrave mesatare. Kjo ka qenë qasja e cila i gjithë infrastruktura, për shkak të mungesës të infrastrukturës, të jetë fokus, të investohet, po në njëjtën kohë të jetë edhe trashëgimi pas lojrave mesatare. Fidan, të falenderojmë shumë që ke gjetë kohë me ardhë, me shpalos fillimisht ato me të kthy pak në kohë që thellë ti për kohën sa ke qenë trajner i basketbollit, po edhe tash për në agjencinë për sport e për lojrat mesatare, ligjin për sponsorizim. Falenderoj për ju për ftesën. Ndoshta temat e tilla na mungojnë, edhe pse ju kam përcjell vazhdimisht edhe me mosafirët e tjerë, por mendoj që sa më shumë mediat kritikojnë edhe të diskutojnë për sportin, fokusi do të jetë për sportin. Edhe problemet cilat janë, mendoj që kur është qasja e medjave, atëherë problemi edhe mundet me pas fokusin e duhur, për shkak që jeni instrument e cili i ndihmoni shumë edhe rregullimit
të mbarvajtjes edhe rregullimit të sportit përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Bardha falenderojmë për fund edhe bashkëpunëtorin tonë të këtij podcasti të Xfest, ndërsa me juve shikues të nderuar, shihemi javën e ardhshme. Shihemi javën tjetër.